Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7 ku ndër të tjera do të ndiqni. Prezantohet kreu I ri I Agjencisë së Informacionit Rama Mbronish drejtoreshën që po hetohet nga SPAK, drejtësia të respektojë prezumimin e pafajësisë. Prokuroria e posaçme kërkon dënim me burg të ish drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, akuzohen se I dhanë tendera kompanisë së themeluar për vetë atyre. Shkarkimet nga hidrocentralet në kaskadën e Drinit sjellin përmbytje në Shkodër, rreshtet e shiut shkaktojnë edhe rrëshqitje në rrugën e Arbrit. E ndërsa uroi Kosovën për festën e pavarësisë, kryeministri Rama zhvilloi edhe një bisedë telefonike me Hashim Thaçin. Ai përcolli një mesazh të fortë solidariteti për ish presidentin, që në këtë ditë të shënuar ndodhet ende në burg. Gëzuar pavarësinë e dy komandantëve. Kryeministri Edi Rama ka uruar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës përmes një fotoalbumi të vizitës së tij një ditë më parë në Prishtinë. Pasi ka ndarë mesazhin e urimit për këtë përvjetor, Rama ka shprehur edhe keqardhjen që nuk mund të merrte pjesë në tubimin organizuar për ish komandantët e UÇK. Gjatë ditës kryeministri Rama ka zhvilluar edhe një bisedë telefonike me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, që ndodhet I burgosur në Hag. Në videon e publikuar në rrjetet sociale, Rama uron Thaçin për vitin e 18 të pavarësisë, ndërsa I shpreh dhe keqardhjen që nuk mund të bëjë më shumë për 4 ish-krerë të UÇK të cilët ndodhen në paraburgim. Jam shqetësuar shumë me këtë historinë. Vllai të përqafoj fort, të du shumë, më vjen shumë keq që s'bëj dot më shumë, po gëzuar edhe të përqafoj shumë fort dhe të falë atyre shokëve. Thaçi po gjykohet në Hag me akuzat për krime lufte që lidhen me periudhën e viteve 1998-1999, si dhe për rolin e tij si një nga drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeministri Edi Rama prezantoi këtë të martë drejtorin e ri të Akshit. Shefi I qeverisë nuk I kurseu vlerësimet për Mirlinda Karçanajn, që është nënhetim nga SPAK bashkë me zyrtarë të tjerë. Rama sulmoi drejtësinë që sipas tij nuk respekton prezumimin e pafajësisë. Pas dorëheqjes së Mirlinda Karçanajt, Igli Tafa u prezantua si drejtori I ri I Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. I pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, I cili fjalën e tij e nisi me një mesazh për drejtësinë, duke U referuar dhe hetimeve ndaj ish drejtoreshës së Akshit. Por rruga është pa kthim. Dhe nëse në botën tuaj virtuale dështimet janë ngecje, fikje të programit apo të kompjuterit, në këtë botën e revolucionit drejtësisë, këto bëhen mbi lëkurën e njerëzve. Teksa e cilësoi Karçanajn si personi që formoi institucionin, Rama u shpreh se në një botë të drejtë, çdo person që është marrë në hetim do të duhet të prezumojë I pafajshëm, por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Pra, nëse mbi Akshin ka një hetim, në një botë të drejtë, të gjithë duhet prezumoheshin të pafajshëm, ndërkohë që të gjithë prezumohen të fajshëm. Kreu I qeverisë I bëri me dije punonjësve se pagat e tyre do të rriten, me qëllim që ata të vijojnë të japin kontributin e tyre, pavarësisht çështjes së hapur nga SPAK. Por së bashku me ministrin jemi vendosur të ndërhyjmë në legjislacion dhe të bëjmë një rritje domethënëse të pagave tuaja, për t'ju thënë që ne ju kemi shumë të çmuar, ne ju kemi shumë të shtrenjtë, ne nuk duam që ju ta braktisni shërbimin publik. Me urdhër të SPAK, me 16 dhjetor 2025, u lëshuan 8 masa sigurie për drejtoreshën e Akshit dhe për të zyrtarë të tjerë të këtij institucioni, për abuzime me tendera. Sipas tyre ekzistojnë indicje se gara është manipuluar për të favorizuar subjekte të caktuara ekonomike, në kundërshtim me ligjin dhe parimet e konkurrencës së ndershme. Ish drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Informacionit, sipas kreut demokrat Sali Berisha, u ka dhënë tendera familjarëve të kryeministrit. Berisha shtoi se Rama po shkon më tej duke tentuar të privatizojë operimin e Akshit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po mbron interesat e familjes së tij,
kur i del në mbrojtje ish drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha përsëriti akuzat se tenderat e akshit janë marrë nga personat afër të kryeministrit Edi Rama. Mbrojti Linda Ramën, shkurt që ta kuptojnë qytetarët përgjigjen time. Edi Rama mbrojti atë që e quajnë gjysmë e tij më e mirë. Se Mirlinda ka zbatuar çdo urdhër, çdo porosi të lindës së Surrenit. Dhe këtë e ka marrë vesh çdo njeri. Sipas Berishës, se të ndërhyrjet e fundit në ligjin për qeverisjen elektronike dhe funksionimin e akshit i shërben interesave të personave të afërt të kryeministrit. Tani në parimin që Hajduti nuk ngopet kurrë, kërkon të privatizojë tendrat e akshit. Ndërkaq Berisha përsëriti akuzat se kryeministri po ndryshon kodin e procedurës penale për të mbrojtur veten nga hetimi i SPAK-ut. Berisha deklaroi se kjo ndërhyrje është në shkelje të kushtetues. Në një akt antikushtetues, tepër të rrezikshëm, ka paraqitur amandamentin Rama-Lubia, me të cilin kërkon t'i jap ministrit, t'i jap zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit atë mbrojtje që kushtetuta nuk ja ka dhënë. Mirë po, ka një parim themelor. Atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta, nuk mund ta bëj ligji. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha argumentoi se edhe gjykata kushtetuese në një vendim të vitit 2002 ka theksuar se ligji nuk mund t'i jap një mbrojtje që kushtetuta nuk e ka dhënë. 37 vjet burg në total kërkoi prokuroria e posaçme si dënim për ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës. Ata akuzohen se i dhanë tendera me vlerë miliona euro kompanisë së themeluar prej vetë të tyre. Prokuroria e posaçme ka dhënë këtë të martë pretencën për dosjen e bujshme 5D, pjesë së cilës janë ish drejtor të Bashkisë së Tiranës, të cilët janë në gjykim për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK kërkoi dënimin me 11 vite burg për ish drejtorin e UKT-s Redi Molla dhe 9 vite burg për ish drejtorin e IMT-s së Tiranës Marin Glenqiato. Ndërkohë 7 vite burg u kërkua për Nestor Mohamed Llarin, si dhe nga 2 deri në 4 vite heqje lirie për 4 të pandehurit e tjerë të përfshirë në këtë dosje. Prokuroria e posaçme kërkoi nga grupi gjykues që të shpall fajtori ish drejtorit e Bashkisë së Tiranës dhe personat e tjerë për përfshirjen e tyre në një skem korrupsioni përmes kompanisë 5D Construction që drejtohej nga Molla dhe Qiato, duke përfituar tendera dhe para nga fondet publike, pikërisht nga institucionet që drejtonin. I vetmi që ndodhet në burg nga ish zyrtarët e akuzuar është Marin Glenqiato. Më herë gjykata posaçme shpalli fajtor, duke dënuar 4 prej të pandehurve që u gjykuan në proces të ndarë për dosjen 5D, por që nuk do të bëjnë asnjë ditë burg. Ata u dënuan me shërbim prove për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Shtimi i prurjeve në kaskadën e Drinit ka detyruar hapjen e portave të hidrocentraleve, por pasojë harta e përmbytjeve në zonën e Shkodrës është zgjeruar dhe në disa segmente rrugore ka prezencë të ujit. Rreshtit intensive të shiut prezente për javësh në territor dhe rritja menjëhershme të temperaturave nuk vonuan të japin efektin e tyre në qarkun e Shkodrës. Në kaskadën e Drinit, prurjet e larta detyruan korporatën elektroenergjetike të nisë shkarkimet, që prej orëve të pasdites së të martës është konstatuar rritja niveleve të lumenjve Drin dhe Bun, si dhe të liçenit të Shkodrës. Në zonën e Obollit është evidentuar prezencë ujë kryesisht në tokat bujqësore, duke zgjeruar sipërfaqen e përmbytur pa rrezik për banesat deri në këto momente. Aksi rrugor lidhës i fshatit me rrugën kryesore paraqit prezencë ujë rreth 40 deri në 50 cm, duke vështirësuar kalimin për mjetet e vogla. Në terren ndodhen 2 mjetet të ushtrisë dhe 10 efektiv të forcave të armatosura në gatishmëri për çdo nevojë emergjente. Nga bashkitë Malësia e Madhe, Vau i Dejës, Puk dhe Fusharës nuk raportohen problematika. Strukturat e mbrojtjes civile dhe institucionet vendore vijojnë monitorimin në terren dhe mbeten në gatishmëri. Ndërkohë, zonat malore në veri dhe juglindje të vendit janë përfshirë nga rreshtet intensive të dëborës. Situata paraqitet më problematike në Theth, ku rënja e ortekëve ka bërë teje të vështirë qarkullimin. Temperaturat në zero dhe rreshtet intensive të dëborës vijojnë të mbajnë të bllokuar Thethin.
Tek tunelet panoramike në qaftore ka vazhdimisht rënje orteqesh, ndërkohë që në aksin Hani Hoti Dogana Vermosh, gjatë natës ka patur rreshje të dendura dëbore në lartësinë mbi 1000 metra. 3 borë pastruese janë aktualisht në punë, por kërkohet që rruga drejt thethit të bllokohet nga boga pasi ka tentativa të mjeteve për të kaluar. Shërbimeve policore u është kërkuar që një patrullë të qëndrojë në këtë zonë deri në një njoftim të dytë për të monitoruar situatën, pasi rreshjet që vijojnë favorizojnë rënien e orteqeve duke rritur rrezikun. Ndërkohë, rreshjet e dëborës janë rikthyer në juglindje të vendit. Në disa zona raportohen edhe problemet e her pas hershme me energjinë elektrike. Në segmentin Kirs-Boboshtitz-Dart po operojnë 2 mjete borë pastruese dhe rekomandohet qarkullimi vetëm me goma dimërore. Ndërkohë që autoritetet bëjnë të ditur se të gjitha akset mbeten të hapura. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes dhe të pajisin automjetet me goma dimërore, veçanërisht në zona turistike dhe akset malore. Të nderuar shikues, është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.